Tash jemi në Malishev. A ke dëgjuar ndonjëherë për Malishevën? Ha? Ecën në pasës gjyrona, ke dëgju? Që ta shkoj. Bravo, që ashtë. Malisheva legendare. Hoppa. Tash me mëletin e rritash. Prona në Malishev ku shitet, domethënë është vendi më i shtrajt Kosovë, kjo ja kalon nga kryeqytetit Prishtinës e Prizrenit e po në shtrajtori këtu. Malisheva në këtë aspekt bën konkurrencë me Stuttgart dhe New York. 100.000 euro ori. 100.000 euro një banesë Prishtinë. Sot po shkojmë në Zatriq, është 18 prilli, dëshmorëve visor votjes afer Latifi. Ju sjalli pamja edhe nga Zatriqi ku janë vendos edhe antenat. Përndryshe çdo respekt për Malishevën, është zonë që ka dhënë kontribut të madh për lirit të Kosovës. Gjitha aspektet. Edhe këto s'mujnë me kontestua askush, as Rovecin, as Suareken, hajde kalo. Tri komuna që lidhen njëra me tjetrën. E pastaj lidhet me Dugajin. Domethënë prej Dugagjinit Pagarush ka qenë spitali ushtarok. Ka pas edhe Dugajin që kanë ardhur musharu aty. Prej zonës në rrëdimës pastaj. Gjitha zonëve tjera. Tyta dhe ty. Shtatet e 2 fshatra i ka komuna Prizrenit, ku kanë rënë dëshmorë në Vrinj, 18, 11 janë varros, 9 janë varros, po me 17 mars. Në asnjë fshat Prizren nuk ka pas UÇK që publikisht me dalë. Domethënë trupat e tyre dëshmorëve në Pagarush janë varros. E kuptoni esencën se u kon zor me pranu UÇK-n. La sot mush me qitë kapelen e me dalë në për qytet Shlirë. Ose ka pranu që kanë që kush i vështirë ka qenë. Se njerëzit kanë qenë me fëmije, me groa, që ka pa çdo kujt. Aty ku ka shkelu që këja, pastaj o ditë, i krushit janë vetë, kem pas shtap të që kës, po ka qenë masakret mërshme pastaj, se Pagarush janë varros. Pagarush. Flasim para periudhës 24 marsit, dhe pastaj për Serbin ki qenë njëjt. S'ka pyta ka pas me UÇK, as ka pas UÇK. Ranju ka i fshatrave e qytetëve. Për Dragobil, ku farsusi politiki UÇK-s Hashim Thaçi e tjerë kanë bajt edhe takimet me dërgëmtar me Hillin, që sot është ambasador, e me shumë tjerë. Janë varrosën edhe këta nxancët që u patën vdek gjatë aksidentit Shqipëri. Kam qenë varrim edhe këtu, ka pas edhe për Shqipërisë pastaj.
kështu, kjo është Malisheva. Dhe shoqëri këtu. Ja dhe Dragopili. E pastaj kjo rruga shpijet lidh me Trevë Suarekës që vesh që gjetën po kini në pjesën. Kjo këndet lidh me Rovec. Për shdo betejë Rovecit në korrik 98-ës dëshmor që ka ma shumë tron. Ja, ka Rovecit 25 gjithsej janë mbetit Rovecit që kanë rënë dëshmuar. Edhe të Malishevës. Edhe komandanti Jakim Qela i Coli. Komandrat e shkruni postoj çdo korrik kur vije. Tash e kem liri, po dikur u kon vështirë. Tonin e micit që e shinin foto me uniformat zeza, Suleman Selimin, Samilo Shtako, e shumë tjerë, gjitha të foto e në bon Malishev sa ka qenë zonë e lirë. Po lufta verës filloj me Rovec, filloj e pastaj në zona tjera kur ka qenë koha kur UÇK-ja ka humbë betejën po e luftën, pastaj ka fillu ka pësu riorganizimi. Aty gabimi ma i madh ka qenë që nuk ka qenë prezent Toni Gjelel Hajda dhe hajde po im të marrëm Rovecin atë me pastaj me Rovec ka fillu ofenziva gjitha anët. Derisa u kthej Toni ka pësu goditje UÇK-ja. Se gabim na shqiptarët për mungut jemi të parë, po të vjen oficeri pi Kroacije se ti po do me mësu çdo kush e njeni profesor, çdo puna e jep Zotin i udhënti. Ka mjek të mirë veç i thu puna mbar. Ka murator të mirë, xhamien ta marron, ti s'kuzon me hym xhami. Puna mbar i thu. Këtu nuk kanë mujt me kuptu Gjelel Hajden e se analfabetizmi o i madh. Po të vjen njeri pi Kroacisë, po të vjen Bekim Berisha dhe se me dëgju. O, mirë, jemi të lirë, gabime ka pas plot. Rezultati final prap mirë. E kem titullin Qaratenat atje Zatriq. Astrozubi. Pastër. Asnjë mbetërin. Do të Luqi. A shkojmë në Rovec pim kafe herë. Po. Dëllova? Në mbar Dëllova. Shikoj antenet atje lartë barë, tash. Keme shkun Zatrisat. Opa. Tash këtë pjesën që jenë mirë. Ato këtë ka erësillën. Në Gjermënisht të të lartë këm pa shumë. E gjithë fusha ish. E kjo rrugë rrezikshme ka pas aksidente shumë. Vjetë. Ka pësu aksidenta dhe djali Krushës masore ku ka vdek. Bashkë me tezën e vetë, vajzën të e qu për me diplomu tezja. Shumë kujdes do të me bazë, bre, o, zot. Na jenë popull shpirtin fyte kem. Për mungut, gjak në zet. Tani na ka kushtu kjo. Edhe na kushton ende, çdo ditë ka aksidente. Gjarë dhejt, vazit, edhe pse s'ka asë një automjet nuk është ditë vikendi,
Shios log makina, e rrit me traktora për me tërtoqa apo bulldona që i thënë jemi mërdhin, loqin e kam byt. Kem bu makina se cilla ma mirë se tjetëri, teshat mira, të veshën po, liri po. Njët brejkeve e mira, neve nga ka qënë peshta shajsa. Kur kemi qenë sondunet shtypër, jemi dasht ma shumë. Nga kish pasmojt frika e dajoki. Tash ka të she edhe familjet për qone. Cop, gjitha onët. Sa o bora, me. Zatriqi, një nga pikat strategjike të që kësë. Këtu kem najt në pranverën e vitit 98 në grupët. Ka qenë edhe grupi Krushës. Qka po bojka që kuj? Mjekën e pas ka po mjekën. E këndesa erë ko mërë dhe më dale kom taku përësoj se bajtit cene. Kom mujt me kalu rrugër pa ndalë të aj me pi kafe edhe me najt me profën. Profa ka qenë kokë në një rast. Ju thot disa gazetarëve të RTK-s shkojmë të Sebajticena, ishke qeshtje haga. Thanë ka lujt, kemi dëgju, po për thash edhe për ukshinotën njerëzit thojshin ka lu se njerëzit që ka nivel më të lartë, së një kuptojnë, pastaj i shojnë, i së mojnë. Edhe ardhen ata gazetarët, e bonëm kronikën, edhe u bëfasun, ku thanë, po këko qenë ka kapacitet, po pak kapacitet normal, po për analfabeta, problem me kuptu, nivelin e ti. E profa ka qenë, i mirë ka qenë profa. Njojt edhe ukshin hoti ka pas probleme, se së është koptu, nivel tjetër ka qenë. Byll ka fluturon. Tash ke monat dhe orë me pika i kafe. Te restoranti pas sa dem që tu. Sa dem policit. Ko është edhe epopeja u që kësë. Të gjoj bylbytet, të gjoj. Dhe makinën që se kur se prej këto. Hajde. E këtu është vendi profa Sebajticena ku pleqërin e ka kalu po s'pat zoti dashte mos me jetu ma shumë se u knaq këtu. Lukën e Gjeraqinëve, pat bo shtëpin, shkrunte, çdo ditë ka shkru këtu, që Mercedesi ku i kam ditë. E unë sa herë ko marrë, tu jam dalë. Tu është istikamja dhe i tonit e micit, ku i ka pas vendos flamuet profa, pasi është marrë Raoveci, është këthy toni, edhe këtu është zonë Prita, ku e ndalu shkijet dhe dëpërtu për Malishev. Këtu 13 tani pastaj kanë qenë vranë, ju kanë marrë armatimin, plus është vra dhe shqip ka një oficer shka kriminel që ka bo krime edhe në Bosne. Krime, e këtu është vra shqip ka. Këtu është prej asfalti. E kom incizu edhe profën e Fatmir Shurdhën e kush ka qenë këtu. Prezent, ha babi? Po, antene, tash kemi po. E atje lartë është maja shkodronit. është balzun bastan në Tarjan Brahimit. Triut ka shkot.